Mirëmbrëma të gjithëve. Më në fund pas 5 vjetës Shqipëria arriti të marrë vendin e statusit kandidat, 5 vjet pasi aplikoi në Prag, kur kryeministri Berisha i paraqiti aplikimin, dosjen e aplikimit kryeministrit atëhershëm çek Topolanek. Kjo ka ndodhur në mbledhjen e fundit të Këshillit Ministerial të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që u zhvillua javën e kaluar. Dhe gjatë gjithë kësaj fundjavë edhe sot nuk kanë munguar festimet. Ka pasur 3 pritje zyrtare, 3 mënyra të festuara, një e organizuar nga kryeministri Edi Rama. Paralel me të ishte një e organizuar nga kryetari i bashkisë dhe shefi i opozitës zoti Lulzim Basha, ndërsa sot në pallatin e brigadave ishin të gjithë bashkë në festën e thirrur nga presidenti i Republikës zoti Bujar Nishani. Për diskutuar për gjithë procesin e integrimit, çfarë ka ndodhur dhe çfarë pritet të ndodhë me këtë proces kaq të gjatë, e ftuara ime sotme është Ministrja e Integrimit për 8 vitet e fundit, zonja Marina Bregu. Zonja Bregu, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirë u gjeta. Nisim direkt përse të ndarë dhe në fest politike. Në fakt, ju e thatë shumë saktë, ne sot ishim të gjithë bashkë të Presidenti i Republikës. Dhe besoj që do të kishte qenë shumë mirë në fakt që ky aktivitet në një protokoll shtetëror i cili të ecë dhe të jetë gjithmonë sipas parametrave të saktë, të zhvillohej në një ditë të vetme dhe besoj që Presidenti i Republikës, i cili përfaqëson unitetin kombëtar, do të kishte qenë vendi më i mirë dhe mundësia më e mirë për të festuar të gjithë bashkë. Por sigurisht nuk mund të mohosh që qeveria kërkonte një fest për të treguar që ishte kontributi i tyre gjatë këtyre 9 muajve që i dha shtysën vendimit të para një jave. Dhe unë besoj që ne kishim të drejtën tonë për t'ju dhënë mundësi qytetarëve shqiptar që të rikujtonin edhe një herë atë mund reforma dhe sakrificat bëra për 8 vite. Përse bojkotoi festën e organizuar nga qeveria e Partia Demokratike të Shtunë? Dhe ndërkohë, jo vetëm kaq e bojkotoi, po bëri edhe një, le ta quajmë si një lloj kundërfeste, si një. Nuk po e quaj bojkot. E thash pak më parë, ndoshta për ta bërë përgjigjen pak më elegante, do të kishte qenë shumë mirë që të kishte pasur si protokoll zyrtar vetëm një ditë të vetme feste tek Presidenti i Republikës, pra një ngjarje, një pritje tek Presidenti i Republikës, por nuk besoj se ka ndonjë gjë të keqe kur kemi mundësi për të festuar gjithë. E rëndësishme është që nga edhe zoti Rama pati një ndryshim qëndrimin e tij, nga dëshira ose nga deklaratat për të mos festuar, u përfshi nga entuziazmi dhe nga pozitiviteti i momentit. Prandaj më mirë të kemi shumë ditë për të festuar se sa të kemi shumë ditë për të zënë dhe për të ndarë me njëri tjetrin. Kjo qeveria ka merit sepse statusi don ishte refuzuar për disa vite rresht. Në fakt, a është merit e kësaj qeverie? Në fakt statusi është propozuar për disa vite rresht. Dhe kjo është po aq e vërtet sa është e vërtet që ky vendim i cili u mor para një jave ishte konfirmuar në mënyrë përfundimtare, pa hezitim, pas një presje apo fjalë shtesë, pas një kusht të ri në 10 tetor të vitit 2013 në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Sikurse ishte propozuar nga Komisioni Evropian me një kusht fare të thjeshtë, sepse ishin vetëm 3 ligje për të votuar një vit më parë, në vitin 2012. Dhe ju e mbani mend mjaft mirë, unë jam e bindur se sot nuk i pëlqen maxhorancës së sotme apo qeverisë së sotme dhe as kryeministrit të vendit i cili dje ishte në opozitë, por të rikujtuar se 3 ligjet nuk ishin 3 reforma të mëdha, në të cilat ishte shumë e vështirë që të jepej dakordsi dhe të uleshin tryezë me maxhorancën e dieshme. 3 ligjet ishin 3 mini kushte, mbasi kishin plotësuar një sër detyrimesh për të bërë të mundur që kriteri politik në Shqipëri të binte vendet anëtare, që kur vjen puna për çështje madhore si integrimi funksionon dhe palët politike janë bashkë. Pra ne fatkeqësisht jemi bllokuar me arsye pa arsye politike, me pasione të çoroditura politike për më shumë se 2 vjet. Opozita dikushme bojkotoi procesin përmes mosvotimit të 3 ligjeve. Ndërkohë ato 3 ligje u votuan, por prap gjithsesi statusi nuk e morën. Mos ka qenë një qëndrim i komisionit dhe i vendeve anëtare që Shqipëria duhet të ftonte krimin organizuar dhe korrupsionin. Besoj që nuk jam kaq naive për të parë gjërat as fare thjesht, por as njëkohësisht për tu përfshirë në patetizëm tepruar dhe për të thënë gjëra të cilat nuk i mendoj. Besoj se votimi i 3 ligjeve në një seancë të jashtëzakonshme në maj të vitit 2013, edhe më pak se një muaj para zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme, u bë vetëm mbasi kishte patur u mor garancia se nuk ishte asnjë mundësi më për vitin 2013 apo para procesit zgjedhor që statusi i vendit kandidat të merrej, pasi Këshilli Evropian e kishte marrë vendimin në mars
ne kemi votuar 3 ligjet në 30 maj, pra kur kishte marrë fund tashmë dhe ishte e qartë që nuk kishte shans të merrë statusi i vendit kandidat. Ishin zgjedhjet parlamentare, të cilat pavarësisht se nuk ishin një kusht më vete i shkruar në letër për marrjen e statusit të vendit kandidat, testi më i rëndësishëm për politikën dhe sidomos për politikën e vendeve si Shqipëria dhe për politikën e vendeve si rajoni, ku zgjedhjet kanë qenë gjithmonë me nga një pikë pyetje dhe gjithmonë nga një problem më pas. Kalimi i pushtetit në mënyrë të qetë, pra një kalim dinjitoz i pushtetit, për t'ia kaluar atë qeverisë së re. Edhe ky ishte një element i shtuar që e bindi Komisionin Evropian në tetor për të propozuar përfundimisht marrjen e statusit vendit kandidat. Por ju e kujtoni mjaft mirë që nga dita e parë e betimit në parlament kur kjo qeveri filloi punën deri në dhjetor të vitit të kaluar 2013, kur Këshilli Evropian duhet merrte vendimin, një sër çështjesh filluan të ngriheshin përsëri si re ndërmjet nesh. Veprimi i parë i maxhorancës në shtator ishte prishja e konsensusit politik me ligjin e nënpunësit civil. Gjë e cila na përfshiu ne opozitën në një debat politik madhor, sepse u prish pakti politik. Dhe ju dëgjuat edhe sot presidentin Barroso në parlament, besoj që është një mesazh që përcillet nga gjithë zyrtarët evropian, që ne e ndjejmë, në momentin që ka një pakt, një dakordsi, një kontratë ndërmjet palëve, ajo duhet respektuar. Por në momentin që prishet, dyshimi është se nuk mund të mbahen dhe të ketë pakte të reja politike. Le të ndjekim të linjë të logjikës suaj, që thoni se as në dhjetor nuk na u dha statusi, sepse qeveria socialiste prishi paktin që kishte nënshkruar me ju, duke aprovuar 3 ligjet, një prej cilëve statusi në punësit civil. Jo vetëm, se sigurisht filluan dhe çështjet e tjera. Ky pakt vazhdon të jetë i prishur, por gjithsesi do statusi u mor tani në qeshur. Unë them që statusi ishte një vendim i merituar në kohë dhe i vonuar në kohë. Vendimi i para një jave. Pra është merituar më kohë, e kanë merituar shqiptarët, e kanë merituar Shqipëria këtë vendim, u vonua në kohë për gjithë arsyet. Nuk shmang këtu arsyetimin se në dhjetor, sigurisht që ministrat do donin të gjithë dhe kryeministrat e vendeve anëtare, do donin të gjithë që të kuptonin dhe të shihnin, por e përsëris në test janë të gjitha detyrimet që janë para Shqipërisë. Ajo që unë nuk ndaj dot dhe nuk e besoj dot, është që gjatë këtyre muajve ka patur rezultat në luftën kundër krimit dhe kundër korrupsionit. Përkundrazi, ju e dini që debati gjatë gjithë kësaj periudhe, ose më saktë dilema, nëse mund ta quaj dhe paradoks, e jona si opozit, ka qenë se sa të vërtet duhet jemi me realitetin politik dhe me zhvillimet që po ndodhin në Shqipëri, dhe sa duke e thënë këtë të vërtet, nuk mund ta mohoj që e kemi patur gjithë të dyshim. Dikush mund të mendoj që kjo situatë është kaq keq nëse është me të vërtet kaq e rëndë, pra me gjitha ngjarjet që kanë ndodhur, me prishjen e konsensusit për ligjin, me largimet nga puna në mënyrë masive, me mos respektimin e vendimit gjykatave, me prekjen e cënimin e pavarësisë së institucioneve të pavarura, me çështjet madhore të krimit të organizuar të drogës, të gjitha këto kemi patur gjithë secili nga në një dilemë. Se mos ndoshta mund të ndikoj apo të mendojnë se klasa politike në Shqipëri vjen gjithmonë me të njëjtin model, ku njëra palë që është në pushtet apo ajo që është në opozit kërkon që të paraqesë një mirë arsye për dëmtuar punën e asaj që është në pushtet. E vërteta është që ajo çka ka ndodhur gjatë këtyre muajve e ka gjetur reflektimin e saj në raportin që Komisioni Evropian ka vendosur, në konkluzionet e Këshillit, sepse në konkluzionet e Këshillit ju do të lexonit që të gjitha çështjet të cilat janë ngritur, le të themi, respektimi i ligjit, i kushtetutës, pra në Shqipëri nuk kërkohet që të zbatohen çështjet të cilat janë në rend të ditës të ndarjes së të majtës dhe të djathtës evropiane. E majta dhe djathta në Evropë dhe kudo do të ndahen për çështje të zhvillimit ekonomik, të taksave, të privatizimit, ku diun e të tjera me radhë. Por të vetme çështje për cilat nuk mund ndahen është të respektojnë ligjin, të zbatojnë kushtetutën, të respektojnë institucionet e pavarura, të ruajnë parimet e pavarësisë së pushteteve, të presidentit, të kenë një drejtësi e cila të jetë funksionale. Ndaj them që me të vërtetë i kërkoj që të jepej më shumë kohë kësaj qeverie. Por sigurisht edhe pse jo kohë për të kuptuar trendin e opozitës. Dhe unë e kam thënë dhe e përsëris veten se kjo qeveri, kjo maxhorancë ka një fat shumë të madh. Nuk ka përballë një opozit e cila të ketë vendosur në një ditë të vetme një kusht për të penguar, bllokuar, dhe as ka ndërmend ta bëj, procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përkundrazi, sot është përmendur përsëri një rezolut në Parlamentin Shqiptar e votuar në nëntor, është propozuar nga opozita. Përkundrazi, kemi qenë gjatë gjithë kohës së mbështetës për të thënë që ky proces mund të ketë pikpyetje, dilema, ne do të ndahemi me këtë maxhorancë derisa kjo maxhorancë ketë ciklin e pushtetit për të qenë aty ku është. Por integrimin duhet domosdoshmërisht, dhe për këtë sot jam dhe më e bindur se sa dje. Duhet domosdoshmërisht ta shohim si një çështje si prioritet kombëtar. Për këtë arsye në konkluzionet e Këshillit, një nga rekomandimet kryesore është gjithë përfshirja.
Nuk është një fjalë që ne e përmendim vetëm për të zbukuruar apo për treguar sa elokuent jemi në retorikën politike. Është të gjithë bashkë sepse përndryshe nuk ka reforma të qëndrueshme. Dhe ky proces do të jetë i gjatë. Dhe pas që reforma të qëndrueshme si dalin do. Ju mendoni se shkaku që pse 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, madje vendet më kryesore të Bashkimit, e refuzuan statusin e vendit kandidat në dhjetor. Zoti Rama thot se për arsye të brendshme të tyre, për shkak të rritjes së ekstremit të djathtë aty, për shkak të eurofobisë që gjithnjë më shumë po fiton terren aty, dhe për shkak të lodhjes nga zgjerimi që ka në gjithë Bashkimin Evropian. Ju mendoni ndryshe nga Rama, shikoni tjetër shkak? Të them të drejtën, në këtë pikë nuk mund të them që nuk mendoj dhe nuk e shoh çështjen, sikurse e ka artikuluar zoti Rama po themi në periudhën e dhjetorit. Ajo për cilën unë nuk jam dakord është dhënia pesh tek eksteriorizimi i problemit. Pra, për ta parë problemin jashtë nesh. Ky proces nuk do të kishte qenë kaq i gjatë sikur ne mos kishim qenë kaq agresiv me njëri tjetrin. Ky proces nuk do të kishte qenë kaq i vonuar për shqiptarët, edhe sikur të mos marrim 5 vite, po të marrim 24 vite, por edhe po duam që të kthehemi më tutje. Ky proces nuk do të kishte zgjatur, nuk do të kishte qenë kaq i gjatë ky rikthim në Evropën në cilën ne jemi pjesë. Në rast se ne nuk do të kishim qenë të vështirë dhe jo të dashur me njëri tjetrin, po them. Dhe do të kishte qenë dhe ju siguroj që nuk do të ketë ditë apo euroskeptik që mund t'i bëjmë ballë dot në rast se Shqipëria vendos për të lëvizur bashkë në një agjendë të përbashkët, në një agjendë e cila përqafon jo vetëm në diskursin politik, por përqafon në realitet, jo vetëm në letër, të gjithë vlerat evropiane. Të gjitha ato vlera mbi të cilat qëndron sot kjo Evropë në këmbë, të cilat i tronditen në momente krize, por që e mbajnë sot bashkë të 28 shteteve anëtare. Pra, sado geopolitika nga njëra anë, sado ekstremistët në anën tjetër, që janë faktor sot edhe më shumë se sa dje në Parlamentin Evropian, sado euroskeptik, sado të ketë profesionist të lodhur nga zgjerimi, askush nuk mund t'i bëjë dot ballë në rast se Shqipëria vendos të djegë dhe të zbatojë në mënyrë rigoroze ato detyrime që janë vënë përpara. Kjo është sfida jonë dhe këtë do doja unë që të dëgjoja nga kryeministri, këtë do doja që të dëgjoja nga qeveria, i do vetëm ta dëgjoja, por ta shija çdo ditë për ta bërë të mundur. Bashkëpunim, të gjitha palët bashk, për të bërë të mundur që reformat që na kërkohen, sepse me të vërtet janë 5 dhe duken si limituara në numër, por janë reformat më madhore të cilat duhet kaloj vendi. Dhe janë reforma të cilat nuk ndalen as në vendet anëtare që janë vendet bashkëpunëtare. Cilat janë këto don, sepse gjithnjë ju klasa politike flisni për këto sikur të jenë 10 pikat e dhjatës së vjetër. Njëherë ishin 12 rekomandimet, pastaj 3 ligjet. Këto i digjestuam, i tretëm ne si media. Po këto 5 prioritetet tani cilat janë. Nuk besoj se Komisioni Evropian ka ndonjë tendencë për të bërë garë me Zotin, për të vendosur. Janë 5 detyrime të cilat janë administrata publike, pra respektimi i administratës publike dhe pasi administrate publike profesionale dhe depolitizuar. Është lufta kundër krimit të organizuar, është lufta kundër korrupsionit, është reforma në drejtësi, janë respektimi i të drejtave të njerëzit. Këto janë çështje të cilat ne do të japim çdo ditë dhe prej para një jave, pra kur u mor vendimi i statusit vendit kandidat prej datës 27 kur u bë zyrtar. E në çdo ditë të ciklit jetësor politik të kësaj qeverie, apo të qeverisë do të jetë mbas kësaj qeverie, do të ketë më shumë ankth, më shumë vështirësi, më shumë zemrim dhe më shumë lodhje për ta shkurtuar këtë orë të bashkimit ton me Europën. Ky proces deri më sot ishte procesi në të cilin kërkohej përqendrim, gatishmëri, vullnet, reforma të thella. Por çdo ditë që kalon, procesi bëhet gjithmonë më i vështirë sepse fillon pjesa negociatave, fillon testimi direkt. Më me detaje, çfarë parashikon kjo? Kjo parashikon që duke filluar, le të themi, kësaj periudhe që është korriku nuk mund të presim sepse fillon mbyllet parlamenti me radhë, por do të ketë në për gjitha grupet e punës të cilat janë të ngritura apo në nën komitetet që Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian ka me Shqipërinë. Monitorim të theksuar të zbatimit të 5 prioriteteve. Gjë që do të thotë jo vetëm raportim nga qeveria shqiptare, por edhe misione në terren për secilin nga prioritetet, deri për të mbërritur tek faza e hapjes së negociatave. Në një proces ose në një gjuhë teknike, hapja e negociatave mund të ndodhte edhe nesër. Pra nuk do të thotë mund të kishte ardhur dhe paralel me marrjen e statusit të vendit kandidat. Ekziston teorikisht? Teorikisht kjo mundësi, po. Duke patur parasysh zhvillimet, duke patur parasysh nevojën që ka për të treguar rezultate konkrete.
Ky proces nuk besoj se do të jetë i shkurtër, pra flas për datën e hapjes negociatave, se në momentin që fillojnë negociatat, ai është një proces në vete më i gjatë. Por ka një element shumë të rëndësishëm. Nga data 27 qershor kur vendimi u mor, nuk mund të ketë më qeveri që të mund të funksionojë me demokraci selektive. Janë disa kapituj, janë shumë kapituj, mos gabojmë, që nga cilat nisin negociatat. Dy kapitujt e parë me të cilat nisin negociatat janë kapitulli për drejtsinë, çështjet e brendshme dhe për sigurinë. Janë dy kapituj të cilat Bashkimi Evropian me rastin e Kroacisë vendosi t'i hap të parat dhe t'i mbyllin në fund kur t'janë mbyllur dhe të gjithë kapitujt e tjerë. Pra është një skrutinim në detaje i çdo momenti në cilin do të kalojë shoqëria shqiptare. Një parafrim të legjislacionit? Jo vetëm, parafrimi i legjislacionit është një proces i cili ka vite që zhvillohet. Për sa i përket pjesës së parafrimit të legjislacionit, ne jemi sot me një legjislacion mbi 70% të parafruar me akin e BE-s, edhe për fatin se duke qenë vonë në këtë proces kemi marrë ligje të cilat kanë qenë gati, por dhe sepse nëpërmjet asistencës Bashkimit Evropian, më shumë se gjysma e fondeve të dhëna nga Bashkimi Evropian çdo vit, pra nëse kemi marrë 80 milion euro grant, rreth 40 milion kanë shkuar për asistencë teknike. Kanë shkuar për ata ekspert Bashkimit Evropian, si ata që shkruajnë ligjin e nënpunësit civil. Pra, për ata cilët kanë dhënë garanci se këto ligje janë ligje të mira. Procesi i negociatave do të ketë garanci në terren për çdo element që ne të jemi siç është sot një vend antar i Bashkimit Evropian. Për shembull, një nga kapitujt përveç kapitujve politik më të vështirë, në cilin besoj që do të ketë jo vetëm punë, por dhe është sfidë e madhe, është kapitulli i sigurisë ushqimore. Dhe siguria ushqimore është ajo që prek jetën e çdo qytetari. Nuk mund të lejohet që të kalohet një produkt në Bashkimin Evropian, për shembull nesër, për eksport, në rast se nuk do të ketë laborator të specifikuar që vërtetojnë se ky produkt është një produkt me siguri ushqimore. Dhe për Shqipërinë, e cila ka nevojë për diversitetin, biodiversitetin, eksportet shqiptare kontrollohen të gjitha. Po çan ndryshon tani me sepse procesi kalon në një fazë tjetër. Eksportet shqiptare kontrollohen nëpërmjet firmave të ndryshme, por bëhet përpunimi i lëndës së parë kryesisht. Në momentin që një produkt do të jetë made in Albania direkt për të kaluar, ky do të jetë i certifikuar dhe do të jetë pjesë e garancive të cilat vijnë pastaj nëpërmjet gjithë për të mos e bërë diskutimin më teknike në detaje, nga detajet janë më kurioze për te atëherë nga prodhimi deri tek marrja, konservimi, sikur të marr për shembull vetëm një produkt deti. Dhe duhet kemi parasysh këtu që pastaj situatat fillojnë të bëhen edhe më të vështira kur një vend mund të kërkojë dhe mund zër vendin e një tregu të konsoliduar tashmë, i cili mund të jetë nga një vend tjetër. Pra, ka dhe luftë brylash në Ka patur një debat shumë të madh ndërmjet Kroacisë dhe Slovenisë për shembull, kur u antarësua Kroacia, e cila kishte të bënte me çështën e ndërtimit të anijeve. Apo të barkave, apo me dakordsi dhe konsensus, e vetmja gjë që funksionon në Bashkimin Evropian, për cilën ne duhet ta mësojmë veten që nuk ka rrugë dalje tjetër nëse duhet hecësh përpara. E qartë. Projekte, fonde me marrjen e statusit të vendit kandidat, ka që shtohen? Dhe cili është karakteri i tyre? Ky është një diskutim në fakt që unë e kam patur shumë për zemër, jo për ta përdorur politikisht, por sepse ka qenë një temë dhe vazhdon të jetë një temë shumë e diskutuar edhe në Komisionin Evropian. Sot nuk ka mundësi. Në rast se statusi i vendit kandidat do të ishte marrë para 2 vitesh, Shqipëria do të kishte patur mundësi të përfitonte nga një mekanizëm i cili ishte në fuqi ekzistues, pra nga një strategji e cila sot quhet strategjia e vjetër financiare e Bashkimit Evropian. Në rastin e Maqedonisë për shembull, në momentin kur Maqedonia ka marrë statusin e vendit kandidat, të ardhurat për frym të IPA-s, pra të instrumentit të asistencës para antarësimit, nga 23-24 euro që janë për frym kur je vend potencial kandidat, siç ishim ne deri para një jave, dyfishoheshin. Pra llogariteshin diku tek 48-49 euro për frym. Gjë që do të thotë fondi, granti që jep te Bashkimi Evropian për një vend kandidat, sepse logjika është fare e thjeshtë. Një vend duhet bëhet gati të ketë standardet evropiane dhe kjo duhet vinë në mënyrë graduale deri në momentin që të jetë një vend antar. Pra, një vend potencial kandidat mund të ketë edhe më shumë rrugë jo të mira se sa një vend kandidat për Bashkimin Evropian. Se do të thotë që je duke u afruar, prandaj duhet bëhesh gati më shpejt. Për këtë arsye fondet shtoheshin. Pra që do të thotë që në rast se ne do të kishim patur statusin e vendit kandidat. Ky mekanizëm nuk ekziston më? Jo, ekziston, po ja u shpjegoj. Para 2 vjetësh ne do të kishim mundësinë që të kishim grant nga Bashkimi Evropian nga 80 milion euro në vit, diku ke 140-150 milion euro në vit. Sot strategjia financiare që Bashkimi Evropian ka adaptuar është ndryshe.
është një strategji tjetër, është një strategji e cila ka pësuar ndryshime, sigurisht edhe për shkak të krizës, edhe për mënyrën këtë krizë ekonomike që vetë vendet anëtare kaluan, pra për problemet të tyre, por ajo çka ka ndodhur këtë vit me Shqipërinë është një gjë e cila po ndodh për herë të dytë në rajon. Ka ndodhur për herë të parë me Serbinë dhe Shqipëria është vendi tjetër i radhës. Kur një pjesë e asistencës financiare do të shkojë për mbështetje buxhetore. Pra në rastin e qeverinë e Sali Berishës, 80 milion euro shkonin për investime në rrugë, ndërtim, ujësjellës, kanalizime, laboratorët e sigurisë ushqimore, gjykata, asistenca e ekspertëve të BE-s që janë paguar. Për qeverinë e Ramës, nga 80 milion euro, 40 milion apo 50% e tyre do të shkojnë për mbështetje buxhetore. Gjë që do të thotë që vendi ka hyrë në matricën e vendeve në krizë, pra në një situatë problematike ekonomike. E përsëris u aplikua për herë të parë në Serbi dhe është rasti i dytë që po aplikohet në Shqipëri. Për këtë arsye, sot edhe nga ajo asistencë që programohet në vit në këtë shumë, qytetarët do të ndjejnë, do të prekin investim direkt të drejt për drejt rrugë dytësore dhe çfarë do qofshin ata, simbas prioriteteve që kjo qeveri do të vendosë, nuk i ka përcaktuar akoma, vetëm gjysmën e asaj që ka përdorur qeveria e Sali Berishës. Pra, do në qofse nuk ka fonde, atëre ka pasur të drejtë Rama kur thoshte pilule antidepresive? Unë nuk po dua të hyj domethënë pjesës së batutave apo të shpjegimit të përsërisë dhe një herë të procesit me elemente të cilën ndoshta kërkon edhe kryeministri ta bëj atraktiv apo thjesht më të prekshëm nga qytetarët. Qoftë pilul antidepresive apo qoftë pilula që t'jep gëzim, ne jemi në këtë proces dhe ky proces do të përshkohet për të mbërritur atje ku kemi vendosur të jemi. Kemi një fat madh që nuk duhet të shpikim. Se zakonisht kur ne ulemi për të bërë shpikje, bëjmë gabime. Kemi një fat madh që këtë model e kemi gati. Në momentin që ky model është gati, dhe kjo është rruga që kanë ndjekur, s'po flas për vendet e Bashkimit Evropian që kanë qenë vende themeluese, po them rruga që kanë ndjekur Kroacia, që është vendi i fundit në Bashkimin Evropian që u antarësua. Në momentin që e kemi gati, na duhet vullnet, përgjegjësi, dialog, gjithëpërfshirje. Ju përmendët Kroacinë, po a mendoni se ka në rastin e Kroacisë ka dhe një vendim, le të themi, ose një imponim geostrategjik, ka pasur historikisht Gjermaninë si tutor politik. Shqipërisë i mungon një lloj kujdestarie e tillë apo nuk më bën çudi asgjë që vendimet që janë marrë për vendet rajonit do doja që Kroacinë ta lija diku jashtë, sepse Kroacia ka nisur këtë proces kur e nisi dhe Shqipëria në 96, madje kemi qenë ne përpara Kroacisë. Po nuk mund të them që kroatët vetë nuk janë njerëz të disiplinuar, me një administratë të fortë, të përkushtuar dhe me nocione shtetit të cilat i kanë patur kur Shqipëria nuk i kishte. Kjo është e vërtetë. Pra në këtë aspekt e kanë nuhatjen e shtetit dhe se çfarë funksionon shumë më tepër se sa Shqipëria. Ka vendime gjeopolitike, sikur ka patur edhe për vendet tjera të rajonit, pra ku janë favorizuar më shumë në një moment caktuar. Sigurisht që nuk mund të thuash që ky është një proces ku të gjithë veprojnë vetëm me një standard dhe vetëm me një listë të caktuar detyrime që çdo vend duhet plotësoj. Por unë them që Shqipëria ka gëzuar mbështetje të vendeve anëtare me bollik. Ka patur partner të fuqishëm që kanë lobuar non-stop dhe pas një hezitim në këtë proces. Pa dashur që ti përmendet i ndaj. Italia ka qenë gjithmonë me ne. Greqia ka qenë gjithmonë një partnere e fuqishme. Austria ka qenë një partnere e fuqishme e Shqipërisë në proces. Gjermania ka qenë një partnere shumë e mirë dhe edhe këtë radhë tregoi që ishte një nga partneret më të mira e Shqipërisë në këtë proces. Dhe kështu të gjitha vendet e tjera. Shqipëria nuk ka marrëdhënie bilaterale të problematike me asnjë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Nuk kanë reflektuar as kur nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit, që është kontrata e parë me Bashkimin Evropian. Ajo ishte kontrata jonë me ta. Asnjë nga vendet nuk ngriti një shqetësim të një marrëdhënie bilaterale, apo të një marrëdhënie e cila mund të cënonte ose të bëhej pengesë për rastin e Shqipërisë. Duke përjashtuar rastet e fundit të Çezit apo ndonjë problematik tjetër të cilat u ka përcyen. Por përsëris në një vizion të gjerë, unë nuk shoh të ketë armiq të mëdhenj të Shqipërisë. Por edhe në past është më mirë që armiqtin bash më afër se sa mban mikun. Është qartë. Po porosia Machiavelli dhe. Por të qëndrojmë tek në momentin kur ju keni qenë 8 vjet, keni qenë ministra e integrimit. Në fakt jo 8, se ka qenë zonja Trashani nga viti 2005 deri në vitin 2007, po. Po 6 vjet atë.
Në kohën kur ishit në Bruksel, a ndjeni do nën tekse mes rreshtave që Bashkimi Evropian është një klub kristian dhe ne do po bëjmë një përpjekje ala Sizifi do për të integruar pavarësisht problemeve që ne kemi, ti marrim të mirë qenave. Nuk them se Bashkimi Evropian nuk është ngritur mbi parime të forta, le të themi, të një klubi të krishterë, le të themi në fillesën. Por procesi i zgjerimit ka treguar që detyrimet, plotësimi i detyrimeve të bëjnë realisht të mundshëm për të qenë vend antar në Bashkimin Evropian. Nuk është një tezë e cila nuk qarkullon, askush nuk ka thot hapur. Nuk ka, unë s'kam hasur ndonjë rast kur dikush nuk i thash që aja u ka thënë njeri, ai keni ndjerë ju thash. Mund ta ndjesh në sjellje, askush mund të jetë një ndjesi e provokuar ose ndoshta mund të jetë një kompleks që e mbartim ne duke njohur deri diku historinë. Dhe na duket sikur për vonesat, një shkak i pa thënë. Por atë që ka Shqipëria dhe atë vlerë që sjell Shqipëria, vështirë se e gjen sot edhe në vendet të cilat janë vende kristiane direkt. Këtë lloj bashkëtese, harmonie, dashurie dhe dëshire për Evropën, të palodhur me këtë mbështetje kombëtare kaq të madhe, e cila çdo ditë në fakt mund kishte, nuk do të isha habitur dhe po të kishte patur ulje në mbështetjen e shqiptarëve ndaj Bashkimit Evropian. Nuk do të isha habitur kur mbas procesit të liberalizimit të vizave nëse shqiptarët të kishin qenë ndoshta dhe më pak konfident, sepse në fundit liberalizimi i vizave ishte ajo çka një pjesë e mirë e shqiptarëve kishin ndërruar dhe kishin kuptuar me Evropën. Pra, aty mbyllej procesi. Dhe aty kuptohej sikur edhe këtë që se kishim mundësinë për të shkuar tashmë e kemi. Nuk ndodhi. Nuk ndodhi as në momentet kur Evropa u përfshi nga një krizë e madhe ekonomike. Se ndoshta ajo zgjuarësia apo mistrecliku që na karakterizon nganjëherë edhe si komb, na bën që nganjëherë problemet e tjetrit të mos i quajmë si problemet tona, pra na duket sikur në fakt nuk na prek këtë gjë. Dhe realisht nuk është se ka patur një situatë e cila të ishte dramatike dhe problematike me krizën ekonomike që të kishte efekte në Shqipëri vetë. Dhe kriza ekonomike në fundit nuk u prodhua nga asnjë nga vendet që janë bashkuar së fundmi Bashkimit Evropian. Nisi fatkeqësisht, më vjen keq ta them, por nisi në fakt në ato vende që kanë qenë vendet vjetra të Bashkimit Evropian. Pra, mund të kemi dhe ne mund të krijojmë një buke me gjithë faktorët për të bërë një diskutim se çfarë ndodh dhe sa të mirëpritura janë. Por profilin e muslimanizmit evropian që kanë shqiptarët sot në Evropë, vështirë se mund ta kundërshtoj dikush. Dhe ja ku keni përpara një muslimane e cila është pro-evropiane. E ndërpresim pak çaste për një hapësirë të shkurtër publicitare. Sërish në studio me kryetarin e Komisionit Parlamentar të Integrimit, ish ministren e Integrimit, zonjën Marina Bregu. Zonja Bregu, ka bërë përshtypje diçka do unë që Rama në sa herë ka aktivitete të tilla ku është të pranishëm nga Brukseli apo dhe qoftë në parlament apo kudo ku mundet, e vlerëson punën tuaj si kryetare e komisionit dhe kontributin tuaj. Në këtë situatë kaq të polarizuar politike, kjo ju krijon një lloj bezdije, një lloj shqetësimi në grupin parlamentar të PD-s apo në selinë e saj? Mundohem që t'jem diskrete sepse unë nuk kam dorë që të kontrolloj as komplimentin dhe as kritikën nga askush, qoftë edhe nga kryeministri i vendit. Por në rast se herën e parë ka marrë vetëm si një taktik politike, herën e dytë apo të tretën, jam bindur që do t'jetë është një shprehje e të pandërgjeshme së zotit Rama që duke mos falenderuar dot Sali Berishën, gjen një mënyrë të tërthortë për të vlerësuar reformat e qeverisë më parshme. Dhe ndoshta sepse në fillim euforia nuk të lë të besosh që do ta kesh të vështirë punën. Besoj që çdo ditë që kalon e shton peshën, sepse e kupton që nuk është kaq e lehtë që të dalësh me një produkt, qoftë ajo reformë, qoftë ajo ligj apo çfarëdo që të jetë. Pra, sa do të punosh nuk është shumë e lehtë. Dhe kjo më bën akoma më shumë të besoj që është një mënyrë për t'i thënë dhe për t'i njohur kontributin gjatë gjithë kësaj kohe e qeverisë së mëparshme. Sigurisht pastaj që pjesa e gjendjes politike nuk e lë dot zotin Rama që të falenderoj drejt për drejtë Sali Berishën, sepse e ka konsideruar prej kohësh që e ka patur ai fajin për gjithçka ka ndodhur në Shqipëri. Por gjë që do të thotë që Shqipëria s'pas ka qenë nivelin 0 dhe s'pas ka pasur fajin Saliu. Në fakt, pati shumë vetë që deklaruan edhe zyrtarë të lartë të Komisionit Evropian
që Berisha u nxitua kur paraqiti don 2 muaj para zgjedhjeve të vitit 2009 kërkesën për marrjen e statusit vendit kandidat. Unë nuk e kam... Ju që keni qenë pjesë atyre negociatave? Sigurisht, unë kam qenë madje data për dorëzuar aplikimin tonë në Prag është vendosur në shkurt. Unë kam qenë në Prag në shkurt në takim me zëvendës kryeministrin e atëhershëm për të rënë dakord se cili do të ishte momenti më i mirë për presidencën çeke për të vendosur datën kur ne do të shkonim të dorëzonim aplikimin. Pra nuk ishte një rrufen në qiell të kaltër as për çekin, as për vendet anëtare, sepse kishim vendosur tashmë dhe kishim rënë dakord. Pra kishte një proces përpara të rënies dakord. Sot e them e bindur që kemi bërë shumë mirë. Kemi bërë shumë mirë sepse në këtë proces, si për çdo gjë tjetër në jetë, nuk u dashka vetëm të punosh fort, po u dashka të kesh dhe fat nganjëherë. Dhe pavarësisht se të gjithë e dimë dhe themi se sa e gjatë, sa e vështirë do të jetë rruga, askush nuk e mendon që në rrugë mund të kesh ktesat papritura dhe të pamenduara. Sikurse na ndodhi ne me zgjedhjet parlamentare 2009-s, në të cilat opozita atëhershme u përfshi në një kaos që rezultoi që nuk kishte patur thelb më pas. Në një kaos e cila e mbajti opozitën ose e vetë largoi opozitën për më shumë se 6 muaj nga Parlamenti i Shqipërisë. Gjë që në fakt nuk e pengoi në fund të vitit 2009 Komisionin Evropian, që ta pranonte kërkesën e aplikimit të Shqipërisë, pra ne kemi aplikuar në prill dhe kërkesa është pranuar në dhjetor, dhe të përfshiheshëm në procesin e ushtrimit më të vështirë që deri sot administrata shqiptare ka përballuar me sukses, ai i plotësimit dhe i hartimit të pyetësorit. Në periudhën kur u dorëzua aplikimi në Prag, ka ndodhur një kohë dhe privatizimi i keshit ose ÇEZ, blerje kompanisë çeke ÇEZ. Këto dy agenda ishin ndërthureshin me njëra tjetrën? Tani që t'jeme sinqert... Ka patur një shitje politike një blerje politike të ÇEZ-it? Që t'jeme sinqert, nuk pretendoj që t'njoh në detaje shumë për shkak se nuk ka qenë portofoli im pjesën e privatizimit të keshit. Por di që ÇEZ-i në ato kohë rezultonte sipas kërkesave për privatizim, një nga kompanitë më të sigurta dhe që plotësonte parametrat. Dhe e gjitha ka ndodhur nëpër një procesi i cili ka qenë një proces i zbatimit të detyrimeve dhe i kushteve dhe i kritereve të procesit të privatizimit në maksimum. Këtë di unë përsa i përket pjesës së privatizimit të kompanisë shtetërore elektroenergjetike shqiptare. Një kompani që ishte nga një vend që kishte presidencën dhe që na pranoi aplikimin. Nuk besoj se Shqipëria ka luksin që të shohë me dyshim apo të vetë kompleksohet nga pjesa, dëshira, vullneti ose kur puqen të dyja bashkë, siç ndodhi në 2009 me rast në ÇEZ-it, pavarësisht se nuk përfundoi në një marrëdhënie të lumtur. Kur kanë dëshirë dhe investitor të huaj, ÇEZ nuk ishte fare në fakt vetëm kompani private, sepse ishte me kapital shtetëror, për të investuar në Shqipëri. Pra këtë luks nuk e kemi. Dhe besoj që për momentin ka qenë oferta më e mirë. Pastaj pjesa tjetër se si u menaxhua mos respektimi i kontratës deri për të mbërritur në fund tek vendimi për të paguar një pjesë të detyrimit të kompanisë ÇEZ, sepse ju e dini tashmë diskutimin që pati një lëvizje, le të themi, apo një kushtëzim për kompaninë ÇEZ dhe për arbitrazhin shumë ditë përpara marrjes së vendimit, para pak pra marrjes së vendimit të statusit të vendit kandidat. Megjithatë, as në Evropë dhe as në botë nuk mund të thuash që fuqia ekonomike nuk orienton, drejton apo influencon politikat. Këtë nuk besoj se ka ndonjë njerëz, s'është nevoja fare të marrë një ditë me politikë për ta kuptuar. Kjo është e vërtetë. Gjithë secili do sigurinë e bizneseve të veta, gjithë secili ka nevojë që të ketë ekspansion të bizneseve të veta. Shqipëria është në nevojë për të pasur sa më shumë kompani të huaja dhe investitorë serioz. Për mua e rëndësishme është që në proces të zbatohen të gjitha ato hallka dhe të ketë garanci ku secila nga palët, sikurse mund të ndodhe në raste gjyqesh, të ballafaqohet me dinjitet dhe ku të ndahen mosmarrëveshjet atje ku i ndan gjithë bota. Pra nuk është një rast tipik as atipik Shqipëria në këtë aspekt. Por për datën e përsëris jam e bindur sot që po të mos kishim paraqitur aplikimin 2009-ën, gjatë vitit 2009 me ato që ndodhen do ta kishim patur akoma më të vështirë për të pritur për të dorëzuar aplikimin. Se ju mbani mend situatën politike, grevat e urisë e të gjitha me radhë. Në 2010 me greva urie. S'ka asnjë shans të përbashkët dhe asnjë paralelizëm. Po ja u them edhe atë. Madje ju me sa diun ju edhe keni negociuar për të mbyllur grevën e urisë? Ja u them edhe atë, nuk është e vërtetë, por gjithsesi ju përgjigjen edhe për të. Por po dua të jap përgjigje pjesës së vonesës se 2010-a ne ishim në procesin e liberalizimit vizave nga ana tjetër, po prapë.
Prandaj sot jam akoma më e bindur që kemi marrë hapin e duhur në kohën e duhur dhe që pavarësisht se mund të dukej se procesi i liberalizimit të vizave ishte një proces i cili qëndronte më vete, detyrimet ishin pak a shumë aty. Siguria e kufive është detyrim, sepse siguria e kufive në Evropë është detyrim. Ka të bëjë është kërkesë tipike apo rekomandim apo kërkesë për proces në integrimit evropian, apo ka të bëjë me një proces apo ka të bëjë me politikën e jashtme. Kështu që besoj që ai ishte momenti i duhur. Në rast se keni nevojë për përgjigje për pjesën e grevës së urisë, që akuzuat socialistët se vitin 2009-2010 radikalizuan në mënyrë ekstreme klimën politike për të penguar procesin e integrimit. A mendoni se të njëjtën gjë bët dhe ju me 2-3 greva urie, me bojkot të parlamentit, me mos pjesëmarrje në reformën administrative e kështu me radhë? Këtë e bët para se të merrej vendimi në qershor. Në ditën e parë që ne kemi dalë në opozit, apo në dalin e parë publike, nga kryetari i Partisë Demokratike, keni dëgjuar një qëndrim i cili është qëndrimi i palëkundur edhe sot, se kjo opozit do të jetë në mbështetje të plotë të procesit të integrimit. Në respekt dhe për atij legitimitetit cilin ne kemi patur, sepse kemi qenë 8 vjet në këtë reformë në qeveri, dhe ky proces e mori vendimin në tetor të vitit kaluar, por sigurisht edhe sepse duke qenë opozita e këtij vendi dhe duke përfaqësuar aspiratat qytetarëve shqiptar që e duan këtë proces, do të jemi gjithmonë mbështetës. Dhe kështu ka ndodhur. Greva e urisë e deputetëve të Partisë Socialiste në vitin 2010 dhe greva e urisë e punonjësve të administratës shqiptare, të larguar nga puna në mënyrë të padrejtë, me vendime të gjykatës, një pjesë e madhe prej tyre të shkallës së parë, sepse mund të ishin në marrëdhënie pune vetëm me kodin e punës. Nuk kanë asnjë ngjeshmëri ndërmjet tyre. Asnjë pjesë atyre që ju keni larguar në 2005 kur erdhën pushtet. Jo, me të vërtetë, në fakt për shifrat pastaj ne mund të bëjmë debat sa duam, por unë di që në institucionet kryesore të shtetit, atje ku zyrtarët kanë qenë të gjithë zyrtarë të qeverisë së mëparshme, kanë mbetur dhe kanë punuar me ne për vite të tëra. Që kujtoj vetëm një rast, drejtorin e përgjithshëm policisë shtetit. Ne kemi gjetur drejtorin e përgjithshëm policisë shtetit në 2005 dhe kanë ndenjur me këtë qeveri të Sali Berishës deri në vitin 2007. Dhe pastaj edhe 2 drejtorë të tjerë ishin po prap nga karriera. Po kështu, ju kujtoj vetëm drejtorin e money laundering apo të pastrimit parave, i cili ishte një zyrtar i qeverisë së Nanos dhe u bë drejtori i pastrimit parave në qeverinë e Sali Berishës. Nuk ishte tezorir në Partinë Demokratike, siç është drejtori aktual i pastrimit parave. Që të mos ndalem nga grevat. Dhe këtë po ju them çfarë i kam thënë komisionerit. Në rast se greva do të ishte organizuar politike nga Partia Demokratike, nuk do të kishit në grevë urie vetëm 26, 28 apo ata nën punës, ata punonjës të administratës, të cilët morën një vendim personal për dinjitetin e tyre, sepse u larguan nga puna në mënyrë të padrejtë. Në rast se greva do të kishte qenë politike, ju nuk do të kishit patur një çadër, ose qeveria nuk do të kishte patur një çadër apo 2 çadra për bri dhe ngjitur me zyrat e saj, por do të kishte patur një masivitet të qytetarëve. Sepse sigurisht që kur misioni është politik, sikur se e bëri zoti Rama në 2010 me deputetët e tij, ata ishin deputet për një kaos partie. Jo, nxitur nga Partia Demokratike në grevuri? Po, sepse ata njerëz, unë sot po të më thuash dhe po të më thosh edhe atë ditë, që të lija 2 fëmijët e mi në shtëpi, dhe të shkoja aty në grevurie, të jap fjalën që nuk do ta bëja. Dhe nuk më bën kjo asnjë njerëz që e dua më pak Partinë Demokratike, se sa mund ta ke dashur Partinë Socialiste, po them Shega Ligori në vitin 2010 që sot nuk është askund. Absolutisht jo. Nuk e bëj sepse besoj që në fillim të ditës dhe në mbarim të ditës të duhet një arsye madhore dhe shumë madhore për të shkelur mbi veten tënde dhe për të lënë 2 fëmijë nga 1 vjeç që kishte zonja që ishte në grevurie, kryetare e shoqatës, 5 vjeç, 1 vjeç në shtëpi, për t'i lënë vetëm, sepse një ditë nuk largohesh dot nga fëmia, dhe për të ndenjur në mes të bulevardit për më shumë se sa 2 javë. Si negociuat, cili që roli juaj do në Prandaj po e ndaj këtë pjesën dallimit madh ndërmjet grevave. Dhe nuk ka asnjë arsye dhe asnjë shans që në një ditë të vetme, në rast se kjo qeveri do të na kërkojë një ligj për të votuar, një reformë që është domosdoshme për procesin e integrimit, por kur zbatohen gjitha kushtet që zbatohen në Evropë, kur them konsensusi gjithëpërfshirja, kur palët të jenë të njohura dhe të dakordsuara në fillim dhe jo të vim në fund vetëm me shumicën e kartonave për të votuar. Nuk do të ketë një rast që kjo majorancë të testojë që kjo opozitë nuk do t'i bashkoj votat me ta. Sinjalet nuk kanë qenë këto, sepse pavarësisht se ne ishim një opozitë reduktuar në numra, dhe kjo majorancë masive në numra, nuk i mjaftuan 83 mandate në parlament, të cilat do t'i bënin të mundur kërkonin konsensus nga opozita për të votuar një reformë dhe një ligj me 2/3 apo me 3/5. Jo,
në ditët e para kjo maggiorancë e re e Aleancës së Shqipërisë Evropiane vendosi urgjentisht të blej 2 vota për të patur 85 vota, duke i dhënë mesazhin opozitës që ne nuk kemi nevojë për votat tuaja, sepse mund të kalojmë, votojmë, bëjmë reforma si të duam me maggiorancën. Jo, ne nuk i kemi patur 84 vota. Keni bërë për të qëndruar në Ne nuk kemi patur 84 vota. Për të qëndruar në pushtet. Dhe ne prandaj ligjin në punësit civil nuk e votuam dot sepse nuk i kishim 84 vota. Prandaj heqjen e imunitetit nuk e votuam dot nga 2006 për 5 herë që mbritëm parlament sepse nuk i kishim votat. Sepse kjo është situata, ne nuk i kishim. Prandaj kushtetuta nuk e ndryshoi dot. Sa që do të votoni të gjitha ligjet. Përsëris të cilat vinë me një administrative. Të cilat vinë me një frymë evropiane, po flas për ligjet e integrimit, e para. Reforma administrative territoriale është një reformë e rëndësishme, është një reformë cilën nuk e kemi neglizhuar dhe s'kemi thënë që s'është e rëndësishme. Nuk është detyrim i shpallur nga Bashkimi Evropian. Sigurisht që nuk e bën kjo reformën më të parëndësishme dhe nuk do të thotë që ne pse s'është detyrim dhe se kemi listën e detyrimeve, nuk duhet përfshihemi. Por reforma territoriale, sikur se e keni parë edhe gjatë këtyre zhvillimeve të fundit, duhet kalonte në një proces e përsërisë, ndjes për përsëritjen në mënyrë masive të fjalës, por kjo është fjala e kyç, në një proces gjithëpërfshirës. Asgjë nuk kërkuam ne për reformën territoriale nga maggioranca. Kërkuam që të kemi konsensus paraprak. Kërkuam fundit atë konsensus, të cilin e kemi ofruar për opozitën e djeshme në rastin e kodit zgjedhor. Dhe nuk mund a ndani të njëjtin shqetësim me qeverinë se pjesa më problematike e shoqërisë shqiptare është drejtësia? Nuk e them sot. E kam thënë ndoshta në një këndvështrim tjetër, sepse di makthin që ju është dashur vendeve të tjera për të kaluar në procesin kur drejtësia të konsiderohej e pavarur, po dhe kur reforma në drejtësi të mos quhej asnjëherë e mbaruar. Prandaj e thash pak më parë që do të jetë një nga kapitujt e parë që do të hapet dhe i fundit që do të mbyllet. Jam e bindur që gjykimi, paragjykimi, etiketimi, përbuzja e atyre të cilët janë në sistemin e drejtësisë sot, nuk them që nuk ka njerëz dhe individ korruptuar, por nuk them dot që ka njerëz dhe individ pa dinjitet, pa moral profesional, të cilët bëjnë një punë që i jep nder vetes tyre, por dhe pozicionet që kanë. Reforma në drejtësi zgjidhet duke qenë dakordësisht me konsensus për të përfshirë në një reformë që të jetë e qëndrueshme. Nuk zgjidhet me një përgatitje drafti të hedhur në tryezë dhe bëni çfarë doni, po ne nga këto pika nuk lëvizim. Mundësitë e dialogut, të bashkëpunimit dhe të marrjes vesh nuk kanë lindur në Shqipëri. Ka diskutime paraprake, ka diskutime ku secila palë jep linjat e veta se deri ku toleron dhe ku jo, dhe ka një parim madhor sikurse për reformën drejtësi, ku gjithë bashkë do të jemi dakord që kjo reformë do të jetë një reformë, dakord, një reformë politike, është një politikë e madhe reforma në drejtësi, por kur në fund të ditës të jetë një reformë e qëndrueshme, gjë që do të thotë jetë e pavarur ose të mos ketë ndikim, anësim apo çengel që të rriqë nga vetja një partie politike. Nuk e keni perceptimin që pavarësia nga politika për drejtësinë, për pjesën dërmuese të saj, është një licencë për korrupsion? E di çfarë besimi kam unë, kam besimin se gjatë gjithë këtyre viteve, sepse reforma në drejtësi as ka për të filluar, as fillon sot, ka nisur me kohë përpara, janë shtruar elementet dhe janë vendosur baza për t'i dhënë fund kësaj pjesës së varësisë nga politika. Ju kujtoj shkollën e magjistraturës. Shkolla e magjistraturës, në mos qofsha unë e gabuar, është një projekt i qeverisë Fatos Nandos, e cila duhet të jetë ngritur në 2003. Dhe shkolla e magjistraturës dhe emrimi i gjyqtarëve të shkallës së parë, duke ardhur gjyqtar nga shkolla e magjistraturës, shkëput atë që ishte tradit kur një gjyqtar emërohej vetëm sepse kishte njohje apo kishte afiliacionin politik, sikurse ka patur raste. Ju keni patur deputet në Partinë Socialiste që pastaj janë bërë kryetar të gjykatës së lartë apo të gjykatës kushtetuese dhe kështu me radhë. Gjë që sot nuk ndodh. Ne sot kemi një trup, sot presidenti Barroso ka qenë në gjykatën e krimeve të rënda, për cilët besoj se të paktën në procesin dhe në momentin që e kam ndjekur këtë proces afër, dhe ministri i integrimit ka fatin e mirë dhe të keq se edhe ato fusha ku nuk do të jetë, është detyruar që t'i di se duhet raportoj. Ju siguroj që pjesa e luftës kundër krimit të organizuar dhe përfshin në këtë komponent dhe punën e gjykatës së krimeve të rënda, ka qenë një nga elementet më të vlerësuar. Ne nuk mund të pretendojmë se këtu jetojmë në një ishull ku gjyqtarët janë njerëz të cilët vetëm zbresin si alien, nuk preken, nuk influencohen nga politika, nga ndjeshmëria, nga situatat sociale në vend. As sigurisht nuk mund të pretendoj se janë njerëz të cilëve ju mjafton ajo pagë që kanë. Por kjo nuk mund të jetë një licencë për të abuzuar me drejtësinë. Dhe drejtësia ju siguroj që na dëmton të gjithëve. Dëmton
si qytetarin e thjesht, dëmton dhe dikë tjetër, shkallëzohet niveli i marrjes së vendimit negativ ose jo pozitiv. Do t'ju pyes tani pyetjet e fundit, për çfarë ndodh në Partinë Demokratike. Kemi sinjale kontraverse, bilet krijohet përshtypja që Partia Demokratike ka dy kryetar. Kryetarin e dikurshëm liderin historik Berisha, por dhe atë që u zgjoth gati një vit më parë, zotin Basha. A shikoni ju ndryshime në qëndrimet e tyre? Për shembull, dy momentet e fundit që kanë ndodhur së fundi. Nëse do zoti Berisha kishte një qëndrim shumë të ashpër për ndërhyrjen e policisë në Lazarat, që konsideronte terror të policisë, që kërkonte largimin e policisë, ndërkohë patëm një deklaratë zyrtare të hartuar nga zyra e zotit Basha, që mbështeste dhe e uronte policinë, edhe madje konsideronte edhe si suksesin e luftës opozitës, ndërhyrjen në Lazarat. Momenti tjetër që kishim që krijohet pak një qëndrim kontrovers është nëse zoti Berisha e ekskludon tërësisht përfshirjen e Partisë Demokratike në reformën administrative territoriale, zoti Basha është shprehur që do marri pjesë së fundi, do marri pjesë. Pak mërkurën një forum shumë të rëndësishëm, po prap? Çfarë ndodh? Tani se kjo është pyetje me disa pjesë të varura nga njëra tjetra dhe të përbëra. Tani është një, kush është kryetari? Atëherë, kryetari i Partisë Demokratike është kryetari i cili është zgjedhur mbas dorëheqjes së kryetarit historik të Partisë Demokratike. Tani nëse më pyet mua për ndjesi personale, të them të drejtën, besoj që për këdo që t'ishte zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike, mbas Sali Berishës, jeta nuk do të kishte qenë lehtë si kryetar. Pse? Për faktin sepse duhet krahasohesh me një figurë e cila është historia e Partisë Demokratike, por dhe historia e 24 viteve në Shqipëri. Pra, me një njeri i cili ka energji, dhe këtë ja u them me siguri sa na vinte në sikletet e ne që ishim ministra në moshën e fëmijëve të tij, për të punuar me vullnet dhe me qartësi politike që të duhet vite, por nga një herë është e lindur më shumë se sa vetëm vite dhe eksperiencë për ta patur. Sikurse dhe me atë që shumë njerëz në politik, jo vetëm politik, por në të përditshmën tonë e kanë vështirë ta bëjnë. Ndarjen e asaj që po përdor shprehjen që shqiptarët përdorin zakonisht, të shapit nga sheqeri. Për të jemi drejt për drejt, ju cilën linjë mbështesni do unë? Këtë linjë radikale të zotit Berisha apo linjën e zotit Basha? Po ju sqaroj pjesën e kurajos politike, që vështirë se mund gjendet dot tek çdo kush, ose të kurajos që duhet të ketë çdo njeri çdo ditë, vetëm politike ndoshta. Që zoti Berisha e ka. Prandaj them për këto do të kishte qenë e vështirë. Unë besoj që të gjithë kanë predispozitën që Partia Demokratike, edhe me këtë proces që ka filluar zgjedhor, të konsolidojë struktura të cilat janë struktura që ta bëjnë të mundur që jo vetëm opozita të jetë një opozitë mirë, por edhe rruga për të ardhur në pushtet të jetë sa më e shkurtër dhe konstruktive. Ndaj për këtë nuk dua që të ndaj qëndrimet. E përsëris është shumë e vështirë që të kërkosh të bësh qasje të dy figurave. Si unë, si zoti Basha, zoti Bumçi apo një pjesë tjetër, kemi ardhur në Partinë Demokratike të ftuar nga Sali Berisha. Nuk besoj se është mëkat që njeriu përkundrazi është vlerë, gjë që e shohim çdo ditë më pak, që njeriu të ketë një sens mirënjohje ndaj gjithkujt që i ka dhënë mundësi për të provuar veten. Me të vërtet mund të jesh i mirë, me të vërtet jemi munduar ta justifikojmë, por kjo nuk do të thotë se ne ishim më të mirët. Në një moment caktuar u gjendëm në një kohë caktuar. Sipas asaj logjike Merkeli është mosmirënjohëse ndaj Kolit. Jo, nuk po dua të bëj paralelizma për asgjë, absolutisht. Kam qartë pjesën e historisë, nuk është vetëm zonja Merkel e cila. Sarkozia me Shirakun është çështje kohe, por unë nuk besoj se mirënjohja është një element i cili duhet neglizhuar, as në politik, as në jetën e përditshme. Ndërtimi i një kapaciteti dhe ndërtimi, pra e kam thënë njëherë në fillim të kësaj, kryetar nuk bën vetëm fakti që zgjidhesh me vota kryetar partie. Kryetar bëhet çdo ditë dhe e provon veten çdo ditë kryetar partie, sepse ka sfida të reja, ka ngjarje të papritura. Nuk besoj se asnjë nga ne kishte menduar që në ditët e para në parlament do të përballeshim me një agresion të madh për të na trajtuar dhe për të thënë që ju rrini atje në cep, edhe ne jemi sot, ne do të qeverisim, ne udhëheqim, po ju deshëm ndonjëherë për fasadë, dakord, për ndryshe jo. Pra, në këtë aspekt, ne po mundohemi që të sjellim veten dhe të përshtasim veten në realitetin e ri të opozitës. Nuk është e lehtë.
Nuk është e lehtë për dikë që ka qenë në qeveri për 8 vite, që të përshtas veten në realitet në rritë opozitës. Nuk është e lehtë për asnjë nga ne që nuk kemi provuar opozitën në 97-s për shembull Partisë Demokratike. Pra, realisht kjo është opozita e parë jona. Dhe një opozitë e cila në fakt vjen me shumë element të përbër, kompleks, edhe me një majorancë e cila është super arrogante. Pra, në këtë aspekt, unë them që Partia Demokratike do të arritë të dalë përpara dhe do të arritë ta konsolidojë veten më shumë, edhe gjatë kësaj faze të ripërtëritjes së saj, duke kombinuar vlerat ekzistuese edhe frymën e re. Zoti Basha është një kopje soft e zotit Berisha apo po krijon profilin e tij? Besoj që ju përgjigja me këtë që thash. Për mua ka rëndësi që zoti Basha, i cili është kryetari i Partisë Demokratike, të jetë një figurë e cila jo vetëm të përfaqësoj atë çka është sot Partia Demokratike, por të ketë mundësi që t'i jap Partisë Demokratike kohën më të shkurtër për të ardhur nesër në pushtet dhe për qeverisë së vendit. Besoj që kemi qenë një qeveri e mirë. Ndërkohë që ju thoni ja uroni këtë dhe e këshilloni këtë zotit Basha, po zoti Berisha apo e lë ta bëj këtë zoti Basha? Nëse kemi parasysh që vetëm javën e kaluar 2 herë vajti ul te kolltuku i tij dhe bënte një konferencë shtypi nga 2 orë rresh secila. Unë nuk e shoh kështu. Partia Demokratike përsërita është partia e të gjithëve. Pra aq kohë sa kolltukut e konferencat të shtypit janë edhe për të rinj të cilët nuk kanë jetuar një ditë jetë partie, nuk ka se si të mos jenë për Sali Berishën. Qartë. Pra ju nuk mendoni se është duke i bërë hije ky hiperaktiviteti i zotit Berisha? Unë mendoj që një vizion i shkurtër do ta shtronte çështjen me hije dhe me dritë të munguar. Një vizion i gjatë që i duhet Partisë Demokratike duhet të jetë të gjithë bashk, dikush me më shumë eksperiencë, dikush me më pak eksperiencë, mendje hapur për të diskutuar, për të rënë dakord ose për të mos rënë dakord, asnjëri të mos gjykojë tjetrin. Kjo është një rrugë që e kemi nisur bashk dhe që uroj që ta kalojmë bashk një pjesë e mirë e jona, por që në fund të ditës duhet të jemi mendje hapur për të respektuar diversitetin dhe njëri tjetrin. Të qëndrojmë tek pyetja e fundit. Si e gjykoni një vlerësim për procesin e zgjedhjeve në Partinë Demokratike? Shpesh nga korespondentët na vijnë lajme që ka konflikte, ka përplasje, ka shkelje të rregullave, ka nepotizëm. Që t'jeme hapur fare, ju e dini që në bazë të udhëzimit deputetët nuk kanë qenë direkt të përfshirë në procesin e antarësimeve të reja në Partinë Demokratike. Unë e kam shprehur një herë dhe nuk besoj se kam ndonjë problem për ta thënë prapë, duke qenë se grupi parlamentar është opozita reale. Do të kisha preferuar që deputetët të kishin qenë të përfshirë në procesin e antarësimeve dhe zgjedhjeve të reja. Dhe e them këtë sepse e njohin, deputetët e njohin zonën, njohin antarët e partisë, njohin dhe ata që i kanë mbështetur që mund të mos kenë qenë antar direkt Partisë Demokratike. Ndaj kjo ka qenë një nga gjërat për cilat do të kisha dashur që të kishte qenë prezent në këtë proces të antarësimeve të reja. Gjë që nuk ka ndodhur, nuk ishte kështu e thënë në udhëzim. Unë di që sot Partia Demokratike ka një antarësi për 110.000 antarësh, dhe ajo çka dua unë të besoj fuqishëm dhe që jam e angazhuar për të punuar çdo ditë, është që Partia Demokratike të vazhdojë të mbetet aseti i vlerave mbi bazën e të cilave u krijua. Boshtet shpeshherë edhe mund të lëkunden. Politikat sot nuk janë të ndara me thikë, të majta dhe djata, por aq kohë sa Shqipëria nuk ka luksin që të aplikojë vetëm politika ekstrem të djatë apo të majtë. Do duhet që të hecësh në bazë asaj të sensitivitetit që ke apo sensibilitetit për mënyrën se në fazën në cilën jeton vendi, sensibilitetit shoqëror, pra kërkon gjithmonë një lloj rafinimi. Gjë që do të thotë që për të qëndruar në vlera klasike të djata apo vlera klasike të majta për partinë tjetër, që nuk janë fare, është gati më e pamundur. Por në rast se ke kurajo, ndërgjegjshmëri, beson dhe kërkon të kthesh investimin atyre që kanë besuar dhe që na kanë çuar sot në parlament. Kjo gjë duhet të jetë e vetmja gjë që duhet na bëjë të gjithëve bashkë. E përsëris, ata që janë me eksperiencë në Partinë Demokratike, prej shumë vitesh aty, ne që jemi ndoshta me më pak eksperiencë se sa pjesa tjetër e atyre që kanë qenë në leadershipin e Partisë Demokratike dhe ata të rinj të cilët i besojnë Partisë Demokratike. Zonja Bregu, të falenderoj që jete për pyetjen. Faleminderit edhe për ftesën. Nderuar shikues, në intervistën me kryetarin e Komisionit Parlamentar të Integrimit, zonjën Majlinda Bregu, nga Unilir Babaramo, natën e mirë gjithëve. Rishihemi të nën tjetër.